Është hapur plotësisht për qarkullim segmenti zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri në mbikalimin e Rinasit, duke sjellë një lehtësim të ndjeshëm të trafikut në një nga akset më të ngarkuara në vend. Ky investim synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore për mijëra qytetar që përdorin çdo ditë këtë arterje kryesore lidhëse mes kryeqytetit dhe Bregdetit. Autoritetet bëjnë me dije se puna do të vijojë në fazat e ardhshme për zgjerimin e mëtejshëm të këtij aksi drejt Durrësit, si dhe për projekte të tjera strategjike infrastrukturore, përfshirë segmentet e korridorit blu, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier. Ndërkohë në javët në vijim pritet të shpallet dhe fituesi i garës për segmentin Milot-Ballldren, pjesë e planeve për modernizimin e rrjetit rrugor në veri të vendit. Nga afër punimet i ka inspektuar dhe kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministri i infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, ku është diskutuar mbi ecurinë e projekteve dhe afatet për përfundimin e tyre. Në pjatin s'ka pa në kryeministër dhe në së shpejti nisim zbatimin e kontratës për gjendërime që të ndryshoj planin rëndësisht të komplet autostradës, pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që danësorët do s'ka pa që ju shikoni tashmë të përgatitur për në timësi pa dhe pemë edhe shkolle kemi si shkurën për të bënë një gjeshëni këtë aksi që tashmë është da i gjarë 35 me hajë. Po me këto po fillojmë me këto të tjera dhe pa e korridorit blu. Po patjetër, ne kemi Kashar-Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera do lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot-Ballldreni është në fazat përministri është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë diçka tillë, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse.